Unë mendoj që gjua urrejtjes dhe gjua ofenduese është jashtëzakonisht e dëmshme në shoqëri, ndikon në përçarjet brenda qytetarëve, brenda familjeve shqiptare dhe duhet që gjitha partitë politike të përmbahen nga gjua e urrejtjes dhe nga gjua ofenduese. E kuptoj që fushata elektorale ka një dinamikë ndryshe, kritikat mund të jenë më të ashpra, debati mund të jetë më i fuqishëm, megjithatë duhet t'ju përmbahemi disa standardeve morale, etike, që të mos ofendojmë dhe të mos përdorim gjuhë të urrejtjes. Gjithë ne jemi ndëshmetar që gjuha urrejtjes përveç që nxit diskriminimin dhe të njëjtën kohë mund të nxjisë edhe dhunën brenda shoqërisë. Pra partitë politike është mirë ta kuptojnë një gjë të tillë. Është më së vërtetë që gjua urrejtjes me vitet e tëra, por në fushatat e fundit elektorale, aplikohet jashtëzakonisht shumë nga militantët e vetëvendosjes, por ajo që është edhe më shqetësuese është edhe nga drejtuesit e lartë të institucioneve, tu përfshi edhe ministrat në detyrë, edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës, dhe në realitet kjo po ndikon shumë negativisht në shoqërinë tonë. Sot qytetarët e Kosovës kanë me dhjetra probleme, cilat janë shqetësime reale, dhe në realitet do të duhej thjesht diskutimi për alternativa, për plan programe dhe për zgjidhje të problemeve të qytetarëve, por jo të vazhdoj tutje përçarja brenda shoqërisë. Në realitet nëse vazhdon një gjuhë e tillë, pres që të ketë pasojat pa parashikueshme, me të cilat do të duhej të menaxhoj edhe aspekti i sigurisë kombëtare. Unë besoj që po, në realitet është krijuar një klimë shumë toksike në Kosovë, si rezultat i përdorimit të kësaj gjuhë. Nuk do të thotë që s'kan përdorur parti tjera, por në realitet zanafillën gjua urrejtjes, gjua ofenduese në raport me çdo kënd që mendon ndryshe, qoftë kundërshtar politik, por pa i përjashtu edhe gazetarët, shoqërinë civile dhe çdo qytetar që mendon ndryshe, gjithherë do të thotë arma më e fortë ka qenë linçimi publik, gjua ofenduese dhe gjua e urrejtjes. Kjo flet që në realitet ky subjekt politik nëpërmjet terrorit, nëpërmjet gjuhës së urrejtjes dëshiron me çdo kusht të mbetet në pushtet. Vlerësoj që institucionet që zbatojnë ligjin duhet të trajtojnë një fenomen të tillë, sepse edhe me kushtetutë, edhe me ligjet në fuqi dënohet gjua e urrejtjes dhe ka penalizim për këtë çështje. E vërteta është që gjithë pushteti ekzekutiv sot është në duart e njerëzve të vetëvendosjes dhe si duket është një tendencë ta legalizojnë një gjuhë të tillë. Pra kjo mandej është edhe më problematike, sepse nëse një parti opozitare e aplikon gjuhën e urrejtjes prapë se prapë është e dënueshme. Por gjua e urrejtjes tjetër kuptim ka kur përdoret nga njerëz që nuk e kanë pushtetin. Ndërkaq kur përdoret nga partia në pushtet, gjua e urrejtjes është jashtëzakonisht e frikshme, i dëmton standardet e demokracisë, e dëmton konkurrencën dhe instalon frikë ndaj qytetarisë së lirë.